Mbyllet votimi. 47 vota pro, 0 abstenim, 82 kundër. Projekt vendimi nuk miratohet, vjoj me rendin e ditës, pika 4. Me 47 vota pro dhe 82 kundër, mazhranca vendosi rrezimin e kërkesës PAK për heqjen e imunitetit të deputetes Belinda Balluku. Pas votimit ka nisur revolta opozitës duke bllokuar foltoren. Pas seancës në kuvend, kreu i PD Sali Berisha u bashkua protestuesve, teksa tha se kjo është pranvera fitores dhe ne do rivendosim Shqipërinë në rrugën e lirisë dhe integrimit. Kjo që ndodhi sot është autorizimi plot për kryegritjen më të fuqishme të qytetarëve shqiptar kundër tij. Është kushtimi plot të vazhdojmë të pamposhtur kryegritjen tonë paqësore gjë në largimin e tij nga pushteti. Kjo që ndodhi sot është apel për ndërgjegjen e çdo shqiptari që e do këtë vend të bashkohet për të larguar një minutë më parë qeveritarin më të poshtruar që kanë patur në historinë e tyre, Edi Ramën. Ndaj dhe le të vazhdojmë në këtë betejë. Edi Rama mendon se mbylli dosjen e tij duke votuar kundër heqjes imunitetit, por dosja e tij nuk mbyllet kurrë dhe do ta ketë sigur varri. Edhe pas vdekjes në varrin e tij do t'i vendoset hajdut, do shkruaj një krye hajdut, këtu prehet një krye hajdut do shkruhet për te. Ndaj dhe le të vazhdojmë ne kryengritjen tonë paqësore. Kjo është pranvera jonë. Kjo është pranvera në të cilën ne duhet fitojmë. Do fitojmë. Kjo është pranvera në të cilën ne do i rikthejmë shpresën e madhe e Shqipërisë, do rivendosim Shqipërisë në rrugën e dignitetit, në rrugën e integrimit, në rrugën e lirisë. Gjithashtu nga selia PD, Berisha paralajmëroi protestën e radhës me 22 mars. Me 22 mars e gjithë Shqipëria në Tiranë, e gjithë Tirana në rrugë, vazhdojnë kryengritjen tonë paqësore, gjën fitore në vendimtare. Fitore, fitore, fitore.